Të me curatin tanë. Jo doni mbaliskët. Forma po banori zonës i familjes? Banor. Banor. Atë djalin e njifit problematik kishte probleme? Jo. Ai ka qenë, ka punë smunë, nuk tash ka fundit nuk e di. Pra, ka pas bërë probleme më përpara. Ka bëu ata, kështu, po jo kaq probleme të mëdha të. Pra, nuk mendonit se mund të arrinte deri këtu? Jo. Ai ka qenë mirë, ditë volte, po shti. Pra, ju duke normal? Normal, nuk ka nos. Po prindrit e tij? Prindrit e tij si përballonin le të themi këtë situatën e djalit? Po prindrit ishin me prindrit sillte mirë, nuk kishin një problem me prindrit. Kishte problem, po jo, s'ka pas probleme. Me fshatin ka pas? Përda? Me fshatin, me banorët, shkaktonte probleme me... Po qenje shpejt keni kështu, po pastaj nuk pat nej... Shpejt çka ka bërë më herët? Shkojte mori shqitë doli kështu, pa... Qëlloj kështu në përporta kështu në përdej, po jo të bëje nej... Po nuk bëri zarar? Jo, se zarari nuk... Po nuk arrit si të ndodhi ke punë. Para sa kohësh ka ndodhur kjo incidenti çiftes? Përda? Para sa kohësh ka ndodhur kjo me çiften? Sa po bën? S'ma benu, po Mihajl nuk... Më shumë? Ma shumë, po nuk kanë bënë nej kështu të ndodhje... E ku tha i vllai tha, doli tha, fleti gjumë, tha, u quë masjidë, tha, në shikoj, piu ujën e iki, tha, doli të për kafe, me kash. U kthye nga kafja dhe bëri këtë ngjarje? Ati, jo, kafe ka po vone, po... Ja, nuk ka qenë në të rrugë. Faleminderit. Si familje, janë familje e qetë? Shumë e qetë, shumë familje. Familje mirë, punëtare. Po këtë djali, thonë që ka qenë pak zëje shumë me probleme mendore. Ju vetë e njihni djalin? Po, jo, po tani para aty vinë shumë rrugëve aty nga aty deri tek ajo. Nga klubi aty te Hasanit deri tek shtëpia aty. Edhe si përfundim këta e çun vjet duke të çun në Basan tek ajo. Edhe si vjet bëri këtë polmin e madhe se kishte probleme me familje këtu, edhe më para. Ka pas probleme, po gjithsesi tani bëram kështë pas të polme madhe se dha televizorit të shkujtët dhe titrat e se e pam aty, se unë e njohë sa ka pru, të kune ka përqushin e goca, e Hasanit, tani ka që Italia të vlezrit, se ka 2 vlezrit Italia. Familje mirë, familje punëtare. Po vetë autori në fshat, në banorët e tjerë, ka patur konflikte, ose ishte i vështirë, ose konfliktual? Duke që se pretendohet që s'ka qenë mirë ndërmjetësisht? Që se di ose... Ti vetë ke ndeshur? Nuk unë se kam parë ka qenë qikë problematik, ka qenë po se që është e kësi, nuk e di. Nuk e di se si shpuna problemi tani, po që është puna që... A i ka qenë me probleme kartel, me probleme mendore, me tëra ato. Gjithsesi, pavarësisht se ka qenë me probleme mendore, ja u merrte mendja se do arrinte në të pikë, pra situata ka qenë e tillë që ju mendonit, ose në një farë mënyrë e dyshonit. S'ma prisën mendja deri në këtë prit, jo, s'ma prisën mendja deri në këtë, po tani çfarë shumë. Faleminderit. Ne jemi këteja edhe kështu që ne nuk... E njihni ju djalin? E njihni djalin? Po djalin e njohim ne, po. Ishte problematik? Po, ishte. Çfarë bënte për shembull? Po ai çfarë bënte? Ai dilte kështu e ikte, vinte tek ai dyqani që kemi një dyqan aty neve, mirë në paket, dhe shkon njerëz kështu, shkon si me natë gjaja, thashë. Kaq? Kaq. Nuk pati ludi njerëz kështu. Po shtëpi se kysh nuk dim gjë. Kështu që Faleminderit. Ishte papritur apo ishte një gjë? E papritur. E mund të shkoni atje, se jam dhe me operim në gjanë. Banorët të zonës apo keni lidhje me fshatin? Si ka qenë ai djali që i goditi? Po ku dim ne s'ka ne jemi këte andeja. Nuk dim gjë se çfarë. Ne ishim gjumë tërë,
Si sillen në për fshata ideale? Nuk sille s'ke gjej, po dy më. Kështu s'pën e gjej. Zonja e ndjerë, si ishte? Kishte pas probleme, kishte treguar më tek... Nuk takojnë fare, ne se jemi lagje këteja dhe këta janë këteja, ne s'disim fare. Nuk ishim lidhje fare me ta. Fare, ne kemi këtej tu dhe shpit. S'kemi qenë fare, ne, nuk e dim se qa. Jeni të rënditur? Po, me frikish. Nuk ka shokuar si ngjarje? Po. Po. Po hajde se nuk do ikim ne këtu, do rrim se atje nuk na lën të marrim, kështu që do marrim njerëzit tek. Prite.